Policia e shtetit e trajnuar dhe maksimalisht angazhuar për të garantuar mbarvajtjen e procesit zgjedhor për sa i përket aspekteve të rendit dhe sigurisë publike, por edhe evidentimin dhe goditjen e krimeve zgjedhore. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, drejtues madhor Ilir Proda, zhvilloi gjatë kësaj të martë një takim zyrtar në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me komisionerin shtetëror Ilirian Celibashi. Qëllimi i takimit, thellimi i bashkëpunimit mes institucioneve dhe diskutimi mbi përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme, duke vënë theksin tek siguria, transparenca dhe respektimi standardeve demokratike. Në fokus të diskutimeve ishte roli i Policisë së Shtetit në mbështetje të një procesi zgjedhor të qetë dhe të besueshëm. Si garantuese e rendit dhe sigurisë, Policia e Shtetit mbetet në gatishmëri për të siguruar që qytetarët të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar në një mjedis të lirë dhe të paanshëm. Një pikë e rëndësishme e takimit ishte bashkëpunimi i Policisë së Shtetit me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Prokurorinë e Posaçme SPAK dhe me Prokurorinë e Përgjithshme, në kuadër të protokollit të koordinimit për hetimin dhe ndëshkimin e krimeve zgjedhore. Palët ritheksuan angazhimin për të luftuar çdo përpjekje për të cënuar integritetin e zgjedhjeve, duke siguruar se çdo rast do të trajtohet me seriozitet dhe profesionalizëm. Gjatë takimit, Proda u shpreh se Policia e Shtetit do të zbatojë me përpikmëri detyrimet e saj ligjore dhe do të ndjek çdo rast të denoncimeve të krimeve zgjedhore, duke bashkëpunuar ngushtë me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe institucionet e tjera. Askush nuk mund të cënojë procesin zgjedhor pa u përballur me pasojat ligjore. Gjithashtu, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit konfirmoi se strukturat policore janë të përgatitura për të përmbushur detyrimet e tyre me profesionalizëm dhe neutralitet të plot. Ai theksoi se policia do të jetë aktive, jo vetëm në sigurimin fizik të procesit zgjedhor, por edhe në identifikimin dhe adresimin e çdo shkelje të ligjit zgjedhor në bashkëpunim me organet e drejtësisë. Ndërkaq, komisioneri Celibashi theksoi se Policia e Shtetit është një partner i rëndësishëm në garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndeshme. Bashkëpunimi i ngushtë mes institucioneve është jetik për të krijuar një mjedis të sigurt dhe të qetë për të gjithë votuesit, tha ai. Mëtej gjatë takimit u diskutua në mënyrë të detajuar aspekte të rëndësishme, si parandalimi dhe ndëshkimi i krimeve zgjedhore, siç janë blerja e votave, presionet ndaj votuesve dhe keqpërdorimi i burimeve shtetërore gjatë fushatës. Forcimi i bashkëpunimit mes Policisë, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, SPAK dhe Prokurorisë së Përgjithshme për të hetuar dhe ndëshkuar çdo shkelje të ligjit zgjedhor. Zbatimi i masave të shtuara të sigurisë gjatë periudhës parazgjedhore, ditës së votimit dhe numërimit të votave, duke parandaluar çdo incident të mundshëm. Trajnimin e strukturave policore mbi detyrimet ligjore dhe procedurat që lidhen me procesin zgjedhor, duke përfshirë identifikimin dhe raportimin e veprave të palishme.